Policia, asë në vigje. Të paktën 3 grupe kriminale janë goditur nga antidroga e Tiranës, operacion që çoi në arrestimin e 15 personave. Asë në vigje. 14 prej tyre u lanë në qeli, ndërsa për Fabiola Gjonçaj, gjykata vendosi arrest në shtëpi. Agentët e policisë kanë identifikuar dhe 5 persona të tjerë të cilët janë në kërkim. Këta persona të ndarë në 3 grupe kriminale prej kohë shisnin lëndë narkotike, kanabis, kokain, por dhe lloje të tjera lëndësh narkotike në vende të ndryshme të kryeqytetit. 2 prej pikave ku shitej droga ishte dhe gjimnazi Partizani dhe Çajupi. Hetimet antidroga i nisi 3 muaj më parë, kur agentët u përfshin si të infiltruar duke porositur sasi lëndësh narkotike. Të arrestuarit funksiononin dhe si furnizues për disa baza të tjera kriminale. Babë Bir Artur dhe Rubin Meta tashmë të arrestuar, prej të paktën 2 vitesh kishin një kontroll të fortë në një prej grupeve të goditura në këtë operacion. Madje në rolin si furnizues, ata shfrytëzonin dhe lokalin e tyre në afërsi të medreses për shpërndarjen e drogës. Në këtë operacion njëri prej të arrestuarve ju gjetën një pistolet, ndërkohë policia zbuloi dhe disa ambiente të përshtatura për organizimin e lojrave të fatit. Në total policia sekuestroi 220 gram kokain të ndara në doza, 100 doza kanabisi gati për shitje, 2 tavolina pokeri si dhe 2.3 milion lekë të rinj. Ky operacion lidhet me disa aksione të tjera policore, ku janë arrestuar më herët 7 persona për shitjen e lëndëve narkotike.